seanca e cila pritet për pak do të trajtojë situatën në lindje të mesme. Nuk dihet ende se çfarë bëhet fjalë, se çfarë konkluzionesh do vinë nga kjo seancë e jashtëzakonshme, emergjente për shkak të situatës në fjalë, por sigurisht sapo të kemi përditësime do mund të sjellim në korale për ju. Ndërkohë, dua të sjell në vëmendje edhe një reagim të një shteti tjetër i cili ka reaguar në këtë situatë të zjarrt, një situatë të vështirë, edhe cila sigurisht ka tensionuar, ka sjellë edhe një herë në vëmendje tensionet në lindje të mesme. Për të gjithë ju që na jeni bashkuar në këto momente në Euronews Albania, jemi duke transmetuar moment pas momenti përplasjen e zjarrt të paralajmëruar me Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të koordinuar me Izraelin ndaj Iranit dhe më pas kundër sulmit e Iranit kundrejt trupave amerikane, bazave më saktë të tyre në zonën e lindjes së mesme, teksa është goditur edhe Dubai. Ndërkohë, teksa jemi duke transmetuar moment pas momenti edhe pamje, kryesisht pamje të cilat vijnë ose nga institucionet përkatëse, por edhe nga vetë qytetarët, të cilët nëpërmjet një telefoni kanë arritur të filmojnë gjithçka, kështu që her pas here dhe imazhet nuk janë edhe shumë të qarta. Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan Donald Trump kanë zhvilluar një bisedë telefonike pak më përpara dhe lajmi është raportuar për herë të parë nga mediat izraelite dhe më pas është konfirmuar dhe nga zyra e kryeministit izraelit Netanyahu, teksa thuhet, të paktën postimi është në rrjetin social X, një pjesë e madhe e reagimeve të tyre vijnë në korale edhe në rrjetin social X, teksa thuhet në këtë platformë dhe shihet fotoja e Benjamin Netanyahu me librin Aleatët në luftë, thuhet që nga shtëpia e bardhë është konfirmuar se dyshja, pra po flasim gjithmonë për Donald Trump edhe i cili është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe kryeministrit izraelit Netanyahu kanë zhvilluar një bisedë telefonike e cila është konfirmuar nga të dyja shtetet dhe kanë folur për sulmet. Sekretarja e shtypit ka thënë se Trump kishte monitoruar dhe situatën e natës së Mar-Lagos së bashku me anëtarët e ekipit të sigurisë ndërkombëtare. Trump dhe ekipi i tij sigurisë kombëtare do të vazhdojnë ta monitorojnë gjithë situatën pak më përpara. Do ta kenë mundësi ta monitorojnë ashtu sikur se ka ndodhur dhe pak më përpara. Pra, besoj për të treguar që situata është nën kontroll. Ndërkohë, jemi duke sjellë në vëmendje të gjitha reagimet moment pas momenti për të kuptuar se cilat janë zhvillimet e reja nga atje. Është sulmuar edhe një herë sikurse teksa isha duke ju dhënë edhe një lloj informacioni kronologjik të situatës, nëse mbani mend ditë më përpara teksa protestat kishin avancuar, erdhi një reagim nga ana e zyrës së Khameneit, liderit suprem të Iranit, teksa ai paralajmëroi që nëse SBA-ja do të sulmojë, sigurisht sulmi do të jetë disa fishuar. Teksa rikujtoi edhe një herë deklaratën e ardhur nga ana e Iranit, dua të sjell një reagim tjetër që reagimi që vjen nga Irani është thënë për herë të parë se pas sulmeve të koordinuara nga Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe nga Izraeli që forcat iraniane janë plotësisht të koordinuara dhe të përgatitura për të mbrojtur vendin e tyre dhe për t'i bërë këta agresor të pendohen për veprimet e tyre. Ky është një reagim i cili vjen ditën e sotme. Në një deklaratë zyrtare, Ministria e Jashtme e Iranit ka thënë se sulmet izraelite këtë mëngjes, pra këtë të shtunë, kishin shënjestër integritetin territorial dhe sovranitetin kombëtar të vendit, duke përfshirë po ashtu edhe infrastrukturën mbrojtëse dhe vendet civile në qytete të ndryshme. Në një reagim të ri po ashtu të ndodhur të ardhur nga institucionet përkatëse të Iranit, thuhet që agresioni i ripërtërir ushtarak i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i regjimit zionist kundër Iranit është një shkelje e së drejtës ndërkombëtare dhe kartës së kombeve të bashkuara. Ju rikujtoj edhe një herë se është paralajmëruar po ashtu dhe një seancë, e cila do mbahet nga OKB-ja, një seancë e konsideruar e jashtëzakonshme, emergjente për situatën në lindje të mesme, ku pritet, besoj, situata është të sjellë një marrëveshje që situata mos të agravojë më tej. Teksa jam duke sjellë edhe një herë reagimet të cilat na vijnë nga Irani, dua të shtoj që Ministria e Iranit ka theksuar se populli i tij
Pra, po flasim për popullin iranian, ka treguar durim dhe përmbajtje për të ruajtur stabilitetin rajonal, ndërsa forcat armatosura janë të gatshme për të mbrojtur vendin e tyre. Sulmet e SBA-s dhe Izraelit u cilësuan si shembull i qartë i agresionit të armatosur duke i bërë thirrje nenit 51 të Kartës së Kombeve të Bashkuara për të justifikuar të drejtën e Iranit për të reaguar. Ndërkohë jemi duke sjell